pyetje vërtet të rëndësishme. Ai pyeste veten se çfarë do të ishte hapi i radhës. Qëllimi nuk ishte më për të gjetur një punë normale, por për të gjetur vendin që takonte në këtë botë gjigante. Kështu prindrit e tij vendosën të ulen me djalin e tyre dhe diskutojnë për mundësitë e punësimit që ai ka. Një ditë, Clay surprizoi familjen e tij duke propozuar një ide biznesi, dhe pse ideja u duk pak absurde, fillimisht prindrit e tij e suportuan. Kështu i pati fillimet kompania e tij e pastrimit të koshave, e cila ofronte pastrimin e koshave të mbeturinave. Dikush mund të mendojë se është një ide e keqe, por është përsëri një punë dhe dikush duhet ta bëjë. Clay tha se mendoi gjatë se çfarë pune s'do të kishte shumë konkurrencë dhe nuk do të kërkonte shumë investim financiar. Që për asaj kohe, Clay ka shkuar çdo ditë pas shkollën në lagjen e tij, duke ofruar shërbimet e tij për pastrimin e koshave. Ai u surprizua pasi në fakt njerëzit ishin shumë të gatshëm të pranonin ofertën e tij. Gjithçka që ai fitonte ishte $10 për çdo pastrim koshi. Njerëzit e shikonin më të thjeshtë të paguanin djalin se sa të pastronin koshat vet. Puna nuk ishte fare e thjeshtë, por u vështirësua akoma më shumë në verë, pasi siç e dim koshat e mbeturinave kanë aromë të keqe dhe insekte të ndryshme brenda, gjë që pengonte shumë Clay. Më vonë, ai nisi të vinte me një kuti pastrimi ku mbante gjërat që i duheshin, siç ishin maskat, dorashka dhe solucionet që i nevojiteshin, kështu që ai e kishte më të thjeshtë për të punuar. Prindërit ishin të surprizuar që kjo ide po funksiononte dhe se djali i tyre ishte në gjendje të fitonte para. Kjo punë i dha Clayit më shumë vetbesim, më shumë suport në lagjen e tij. Me kalimin e kohës, biznesi i vogël i djalit nisi të rritej. Fjalët për shërbimet e tij u prapën me shpejtësi në të gjithë lagjen, madje në të gjithë qytetin. Puna e tij arriti në një pikë ku nuk mund t'ia dilte dot më i vetëm, pasi